Dhoma ishte e mbushur me tension, ajri duke i rënë, pothuaj i ngufatur nga emocionet që nuk mund të mbaheshin më brenda. Alba qëndronte përballë Limit me krahët pak të kryqëzuar dhe sytë që digjeshin nga një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi. Limi, nga ana tjetër, duke i tronditur, i paqartë se si të reagonte. Zëri i tij fillimisht i butë, por me tension të dukshëm, thyen heshtjen, Alba. Nuk e kuptoj. Pse kjo ftohtësi? Alba hapi gojen, por fjalët e saj nuk ishin të lehta, çdo syllabë duke i mbushur me një forcë të brendshme, ne nuk jemi nda. Ne u ndam verën, dhe po, janë vetëm 5 ditë në shtator që ndryshojnë gjithçka. Nuk jam këtu për ty. Limi, kam ardhur për vete. Limi ngriti vetullat, duke ndjerë se çdo fjalë e saj i digjte mendjen. Ishte një kombinim i befasisë dhe një pakënaqësie të fshehur, por nuk e kuptoj. Gjithçka që ndjeva për ty nuk ka ndryshuar. Pse po më largon kështu? Alba eci pak më afër, por jo shumë, që ka një hap i kontrolluar, një hap i studiuar që tregon forcë, por edhe pak frikë. Zëri i saj mbante një vendosmëri të ftohtë, Limi. Kur të dalim nga biku, unë nuk dua kur të kem të bëj me një njeri të tillë. Nuk dua të më përsëriten gabimet e së kaluarës. Kam ardhur këtu për veten, për të kuptuar veten, jo për ty, fjalët e saj ranë në dhomë si plumbat që nuk lën hapësirë për kundërshtim. Limi u step, u zhgënjye, por zemra e tij nuk pranoi të qëndronte pa folur, Alba. Po më thua se çdo ndjesi që kam pasur nuk vlen? Se çdo kujtim i bukur, çdo gjest i ndar, është i pavlefshëm? Alba bëri një hap prapa, duke e shmangur shikimin e tij. Frymëmarrja e saj ishte e shpejtë, çdo fjalë e mprehtë, nuk bëhet fjalë për atë që ka ndodhur. Bëhet fjalë për atë që nuk dua të ndodhë më. Unë nuk jam këtu për të rindërtuar diçka që është shkatëruar. Nuk jam këtu për të rikthyer emocionet e tua, Limi. Jam këtu për të kuptuar veten. Limi hodhi dorën në fytyrë, duke e ndjerë një lloj frustimi që i digjte brenda. Zëri i tij tani kishte një tonalitet tjetër, një miks dëshpërimi dhe zemërimi. Pra, nuk ka më vend për ne? Nuk ka më mundësi të rregullojmë atë që u shkatërua? Alba i bëri një vështrim të ngurtë, pas gjatur, me sytë e saj që shpreheshin plot vendosmëri dhe një farë dhimbjeje të fshehur, nuk ka. Nuk dua as të provoj më. Nuk dua të kthehem tek një njeri që nuk kupton çfarë ka humbur. Nuk dua të përsëris historitë që më lënduan. Kjo është përfundimi, Limi. Heshtja zgjati disa çaste. Ajri ishte i dendur, çdo frymëmarrje e tyre duke e vështirë, e ngarkuar me emocione të pathëna. Limi përpiqej të gjente fjalët e duhura, por secila duket më e dobët se dhimbja që ndjente. Ai u përpoq të ulte zërin, më shumë për të vetmen arsye që të mos e humbte kontrollin. Por zemra e tij po digjej, Alba. Po më thua se çdo gjë që ndjeva, çdo ndjesi që ndam, është harruar për ty? Asgjë nuk ka rëndësi. Alba mori frym thellë dhe u përpoq të qëndronte e qetë. Fytyra e saj tregonte dhimbje, por edhe një vendosmëri që nuk mund të thyej, jo, Limi. Ka rëndësi, por jo më për ne. Për ne nuk ka më të ardhme. Unë nuk jam këtu për të ndarë ndjenja me ty, jam këtu për veten time. Për të kuptuar se kush jam, çfarë dua dhe ku shkoj pa ty, Limi ndjeu një gërvishtje të thellë brenda shpirtit. Zemra e tij ishte e lodhur, sytë e kuq nga përpjekja për të mbajtur emocionet nën kontroll. Ai u afrua pak më shumë. Por Alba nuk lëvizi. Një mur i padukshëm kishte lindur mes tyre, i ndërtuar nga vendosmëria dhe dhimbja. Pra, ti po mbyll çdo derë për ne? Pyeti Limi, me zërin që po thyej pak nga pak. Alba bëri një buzëqeshje të zbehtë, plot dhembje, por vendimtare, po. Nuk dua më të kthehem mbrapa. Nuk dua më të jem pjesë e një historie që më lëndon. Unë kam ardhur këtu për të ecur përpara. Nuk ka kthim. Në ato çaste, dhoma u mbush me një heshtje të rëndë. Tingulli i një frymëmarrjeje të thellë, hapat e tyre të heshtur mbi dy sheme, çdo detaj ishte i mbushur me dhimbje, shkënjim dhe reflektim. Limi qëndroi ngrirë, duke kuptuar se asgjë që thoshte nuk mund ta ndryshonte vendimin e Albes. Ai përpiqej të shpërthente, të qante, të bënte çdo gjë që të rikthente atë që kishte humbur, por një forcë e padukshme e mbante peng. Alba e ktheu shpinën, pa u kthyer, duke e lënë Limit të ndiej boshllukun që kishte krijuar. Zemra e tij po thyej, por ajo qëndronte e vendosur.
Ai e kuptoi se nuk kishte më rrugë kthimi dhe çdo fjalë e mëtejshme ishte thjesht një përpjekje e humbur. Çdo hap i saj dukej si një ritëm i ngadalshëm, një lloj ceremonie e dhimbjes dhe lirisë së re që ajo po kërkonte. Limi qëndroi aty, duke u përpjekur të kapte çdo copë kujtimi, çdo shenjë të së kaluarës, ndërsa Alba largohesh nga dhoma, duke ecur me krenari dhe vendosmëri. Ai moment nuk ishte vetëm një përplasje, ishte një pikë kthimi, një mësim i dhimbshëm për të dy. Për Limit ishte humbja e një mundësie, një kuptim i thellë i gabimeve dhe pasojave të tyre. Për Alben ishte fillimi i një rrugëtimi të ri, ku ajo vendoste veten mbi gjithçka tjetër.